Zakonisht, kur flitet për një thriller politik, presim ato gjërat klasike. Apo jo, presim armë, presim general, agent sekret. Planet e errta në dhoma të fsheta, fiks. Pikërisht, por një nga komplotet më të mëdha të historisë njerëzore, domethënë një plan i mirëfillt për gjenocid, u shkatrua nga një jetime pa fuqishme, pa asnjë ushtri, thjesht duke ulur në një tavolinë ngrënie. Dhe kjo e bën historinë të jashtëzakonshme, sepse ne jemi mësuar me idenë që fuqia gjeopolitike, domethënë fati i popujve, ndryshohet nga ata që kanë ushtri. Sakt, nga ata që kanë pushtetin absolut, por ky hulumtim i thellë i burimeve që kemi sot na përball me një histori të lashtë ku heroi është vërtet personi më i papritur i mundshëm. Është nga ato raste ku realiteti te kalon çdo trillim. Kemi të bëjmë me një narrativ ku çdo lëvizje është e llogaritur me një saktësi milimetrike, ku rreziku nuk është një metaforë, është një shpatë e vërtet që qëndron mbi kokat e një populli të tërë. Jemi këtu për të zbërthyer thellësitë e historisë së Esterit, ose siç njihej në gjumën e saj, Hadasa. Për ata që ndjekin këtë fushë, ngjarjet janë të njohura, një e mërguar në perandorinë perse, e cila bëhet mbretëresh dhe shpëton popullin e saj. Po nga asgjësimi total, por ka një detaj thelbësor këtu që shpesh anashkallohet. Dhe është rasti t'ia vlen ta theksojmë që në fillim këtë, në të gjithë këtë tekst origjinal, që është plot me intriga, me vrasje të mbetura në tentativë, me përmbysje të fatit, personazhi më i rëndësishëm në prapasken nuk duket askund. Fiks, vetë Perëndia nuk përmendet me emër asnjëherë të vetme. 0 herë. Është i vetmi tekst i këtij lloji. Dhe kjo mungesë nuk është një harresë editoriale, është një zgjedhje letrare dhe filozofike krejtësisht e qëllimshme. Analiza e këtij detaji na tregon se autori dëshiron të përcjellë një mesazh. Një mesazh mjaft të fortë, në fakt. Pikërisht. Kur mrekullitë e dukshme, domethënë si hapja e deteve apo zërat nga qielli, mungojnë, kjo nuk do të thotë se forcat që lëvizin historinë janë zhdukur. Kjo fton të kërkosh atë praninë e një providence që fshihet pas rastëshive, në vendimet njerëzore, në vonesat apo kthesat e papritura. Tani, pikërisht kjo e bën këtë analizë kaq tërheqëse për mendimin tim. Nuk kemi mrekullim binatyrore. Kemi politik, kemi ego, psikologji dhe sigurisht strategji. Është lojë mendjesh. Okej, le ta zbërthejmë pak këtë situatë, sepse për të kuptuar se si një jetime arrin të mbajë në duar fatin e një perandorie, duhet të vendosim pak kontekst. Ngritja e Esterit shpesh tregohet si një përrallë klasike. Vajza e varfër zgjidhet nga mbreti sepse ishte më e bukura dhe jetuan të lumtur përgjithmonë. Miti i Hirushës. Fiks. Por, duke lexuar thellë burimet, ne shohim që ky nuk është një libër me përralla. Perandoria perse e mbretit Asuer, që njihet historikisht si Xerxes i parë, ishte një makineri e pamëshirshme, dhe ky është një dallim i domosdoshëm. Xerxesi udhëhoqi një perandori që shtrihej nga India deri në Etiopi. Domethënë, ishte një monark i njohur për një temperament jashtëzakonisht të paqëndrueshëm. Të paqëndrueshëm deri në çfarë pike? Historianët e përshkruajnë atë si një njeri që urdhëroi të fshikullohej me kamxhik vetë deti, thjesht sepse një stuhi shkatroi urën e titanieve. Wow, vërtet. Të fshikulloj deti. Po, deti. Ndaj, të bëheshe pjesa e haremit të tij nuk ishte si të fitoje një lotari, ishte në thelb një lloj pengmarrje shtetërore e veshur me ar. Prit një sekond, sepse kjo e ndryshon plotësisht këndvështrimin. Kjo do të thotë që Esteri nuk po shijonte thjesht një ngritje në detyrë. Ajo e fsheh identitetin e saj me udhëzim të kushëririt të saj, Mordekait, sepse të qenit një pakicë e pambrojtur aty brenda ishte një rrezik i vazhdueshëm. Një rrezik i përditshëm. Kjo është si ajo historia klasike e dikujt që fillon duke ndar posto në zyrë dhe papritur bëhet drejtori i përgjithshëm i kompanisë, por me një ndryshim themelor. Këthu luhet me jetë njerëzish. Ajo zgjidhet mbretëreshe, po tekstet thonë se mbreti u tërhoq nga një hir i veçantë që ajo kishte. Por kjo ngritje e vendos atë në një kafaz të artë. Ajo nuk mund të dalë nga pallati, ajo nuk mund t'i flas mbretit kur të dojë. Saktësisht. Ajo ka titullin, por nuk ka fuqi ekzekutive. Ajo është thjesht e ftuar në lojën e pushtetit. Dhe ajo që është më gjepse këtu është se si funksionon ajo dora e fshehtë e narrativës. Çfarë do të thuash me dorë të fshehtë?
Pozicionet e pa imagjinueshme të pushtetit apo privilegjit shpesh vinë si një sistem përgatitor për një krizë që askush nuk po e shef të vi. Esteri është vendosur në atë kafaz të artë sepse një stuhi po përgatitet jashtë atyre mureve. Një stuhi e krijuar nga Haman, apo jo? Fiks, nga njeriu i dytë më i pushtetshëm në perandori. Dhe me Hamanin, hym në territorin e atyre motiveve të fshehta që e bëjnë këtë histori të jashtëzakonshme. Burimet nuk e prezantojnë Hamanin thjesht si një zyrtar të lartë me ambicie të tepruara. Ka një detaj historik këtu që është çelësi gjithçkaje. Ai Agagit. Pikërisht, ai prezantohet si një Agagit. Tani, pse ka rëndësi kjo? Sepse ky nuk është thjesht një konflikt mes dy personave në zyrën e qeverisë. Kjo është një gjakmarrje mijëra vjeçare. Kjo është ajo shtresa e fshehur që shpesh u shpëton atyre që bëjmë vetëm një lexim sipërfaqësor. Hamani është një Agagit, pasardhësi i mbretit Agag të Amalekitëve. Armiqt e vjetër. Po, dhe nga ana tjetër kemi Mordekain, i cili refuzon me kokë forci të përkuret para Hamanit në portën e pallatit. Ai është një Benjaminit, nga familja e mbretit Saul. Domethënë qindra vite përpara kësaj ngjarje, mbreti Sauli i Izraelit kishte luftuar kundër mbretit Agag dhe nuk e kishte përfunduar detyrën e tij, duke krijuar një krizë. Ndaj kur Mordekai dhe Hamani shihen, Kur kryqëzojnë shikimet në atë portë pallati, ata nuk janë thjesht dy zyrtarë, ata po shohin njëri tjetrin përmes lenteve të një armiqësie gjenetike, generacionale. kjo e shpjegon kaq mirë reagjimin e shpërpjestuar të Hamanit. Unë jam me mendimin se ai e kupton që Mordekai nuk po i përkulet jo sepse është një pasjellshëm, por sepse refuzon të nënshtrohet para armikut historik të popullit të tij. E merr personale. Plotësisht. Dhe Hamani çfarë bën? Ai nuk thot thjesht do të ndëshkoj Mordekain. Egoja e tij është aq e madhe sa që ai vendos, do të shfaros çdo bashkombas të Mordekait në të gjithë perandorinë. Është një reagim absurd, ekstrem. Dhe për të zgjedhur ditën e këtij gjenocidi, Hamani hedh shortin. Atë që në gjuhën e kohës quhej pur. Shortin e fatit. Hedhja e shortit është një detaj rëndësishëm psikologjik i botës së lashtë. Ata nuk besonin thjesht te rastësia. Sipas botkuptimit të tyre, perëndit flisnin përmes zareve. Interesante. Hamani hedh zarit për të gjetur një ditë me fat, dhe shorti bie në muajin e 12. Në mendjen e tij të errësuar nga urrëtia, universi sapo i kishte dhënë vulën e miratimit për planin e tij. Ai ndihet i paprekshëm. Plotësisht, ai bind mbretin e paqëndrueshëm, i cili as që pyet se për cilin popull bëhet fjalë, që të nënshkruajë një dekret të pakthyeshëm. E keqja duket e sistemuar, e ligjëruar dhe krejtësisht e pashmangshme. Dhe ky dekret kthehet në ligj të Medo-Persisë, që do të thotë se sapo vendoset vula mbretërore, as vetë mbreti nuk mund të anulonte atë, është një makt ligjor. Këtu arrim në atë udhkryqin moral për Esterin, le ta shohim pak nga ana e saj, sepse Esteri tani është mbretëreshe. Ajo është e mbrojtur. Fiks, ajo nuk jeton në lagjet e varthra jashtë, ajo ha ushqimet më të mira, rrethohet nga truproja dhe asnjë aty brenda nuk e di që ajo është hebreje. Tani logjika më e ftohtë njerëzore do t'i thoshte, rije qet, kjo stuhi nuk ka pse të prek, pse të rrezikosh gjithçka për një betejë që duket tashmë e humbur. Kjo ngre një pyetje të rëndësishme. Izolimi krijon gjithmonë një iluzion të rrezikshëm pa prekshmërie. Muret e larta na bëjnë të besojmë se pasojat e një padrejtësie masive nuk do të kalojnë kurrë pragun ton. Ne i shohim problemet nga televizori, si thuash. Pikërisht. Por është këtu ku Mordekai e godet me një të vërtet absolute, përmes atij mesazhit të shehtë që i dërgon. Ai shkatron iluzionin e saj duke i thënë hapur se pallati nuk do ta shpëtojë kur ligji të hyjë në fuqi. Këtu bëhet vërtet interesante, sepse Mordekai i bën atë pyetjen që ka ehuar ndër shekuj, kush e di nëse nuk e arritur në mbretëri për një kohë të tillë si kjo. Është e fuqishme si shprehje. Është fjalë për fjalë si të hedhësh një kovë me ujë të akull dikujt që po fle. Domethënë, ai po rikoordinon të gjithë historinë e jetës së saj, ai po i thotë, fakti që ti u zgjodhe për të ulur në atë front nuk ka të bëjë me fatin e mirë. Ti u vendose aty si një agent mbijetese pikërisht për këtë krizë. Dhe zgjidhja që i kërkohet nuk është një kërkesë administrative. Ai nuk po i thotë, dërgoj një letër ankese. Ai po i kërkon të paraqitet para mbretit e paftuar. Që ishte rrezik me jetën. Duhet ta kuptojmë thellësisht këtë rregull drastik persian. Protokolli ishte i dizenjuar për të parandaluar atentatet. Cili do qoftë ministër, general apo vetë mbretëresha,
që hynte në oborin e brendshëm pa u thirrur, dënoi automatikisht me vdekje. Wow! Thjesht sepse hape derën? Sakt. E vetmja lirë të dëshpëtuar ishte nëse mbreti, në atë moment të sakt, i zgjaste skeptrin e tij të artë. Dhe mbreti nuk e kishte thirrur Esterin për një muaj të tërë. Që do thotë se ndoshta nuk ishte më në favorin e tij? Dhe ajo po shkonte drejt një ekzekutimi të mundshëm. Këtu fyet ai miti klasik i eroi që nuk njeh frikë. Përgjigjja e saj e famshme është: do të shkoj te mbreti. Dhe nëse duhet të vdes, le të vdes. Unë jam e mahnitur nga kjo, sepse kjo nuk është gjua e dikujt që ka besim të verbër. Kjo është gjua e dikujt që ka analizuar shanset, ka parë se janë 0 dhe prap zgjedh të ecë përpara. Eksaktësisht. Guximi nuk ka qenë kurrë mungesa e frikës. Guximi është bindja se diçka tjetër është më e rëndësishme se sa ajo frikë. Vendimi i Esterit përqafon rrezikun total. Por ajo që e dallon këtë nga aktet e zakonshme të martirizimit dëshpëruar është ai kalimi nga frika te përgatitja. Ajo nuk vepron menjëherë. Ajo nuk sot, në rregull, po shkoj të përplasem me derën. Edhe prit pak këtu, sepse kjo është pjesa që vërtet provokon debat. Ajo merr atë vendim, mbledh atë guzim të jashtëzakonshëm, por në vend që të vrapojë atë sekondë të mbreti, ajo ndalet. Ndalet, ajo kërkon 3 ditë agjërim për gjithë popullin. Tani, nëse unë jam në pozicionin e saj, ora po troket, makineria e gjenocidit po ngrihet dhe çdo vonesë duket fatale. A nuk është ky një rrezik kolosal? Pse ndalon ajo kohën? Nëse e lidhim këtë me pamjen e gjerë, është një rrezik absolut, por tregon një disiplinë të rrallë. Ky është dallimi themelor midis panikut emocional dhe strategjisë. Do me thënë mos të veprosh e nxituar. Fiks, reagimi i parë ndaj një padrejtësie masive është gjithmonë emocional. Duam të reagojmë menjëherë. Por Esteri e kupton se për të çmontuar një ligj perandoror nuk i mjaftojnë emocionet. I duhet mençuri. Ajo periudhë 3 ditore është një kërkim masiv për atë regjisorin e padukshëm. Ki është njësoj si të hysh në një fushë të minuar. Nuk mjafton vetëm të jesh e guximshme dhe të vraposh sy mbyllurzi. Të duhet një hartë, të duhen hapa jashtëzakonisht të llogaritur. Sakt. Ajo e ankoron veten, qetëson emocionet dhe përgatit terrenin për një lojë shau ku nuk ka hapësirë për gabime. Dhe çfarë loje shau bëhet? Pas 3 ditësh, ajo hyn në obor. Mbreti i shtrin skeptrin, do të thonë shpëton nga vdekja, i ofron çfarëdo që ajo të kërkojë. Tani, përsëri instinkti njerëzor do të ishte të thërriste. Hamani po tenton të na vras. Por ajo çfarë bën? Ajo thot: do të doja të ftoja mbretin dhe Hamanin në një darkë. Planifikim genial. Po çfarë po ndodh këtu? Pse të ulësh vrasin në të njëjtën tryezë me ty? Shiko, ky është ndoshta një nga shembujt më briljant të manipulimit psikologjik në histori. Esteri njeh dinamikën e pushtetit. Nëse ajo akuzon Hamanin aty për aty, Hamani mund të mbrohet me ligjin e miratuar nga vetë mbreti. Dhe mbreti mund të vihet në siklet që ka gabuar. Pikërisht. Mbreti mund të mos dëshirojë të pranojë që i ka dhënë pushtet një njeriu të tillë. Duke e ftuar Hamanin në një darkë private, ajo po bën 2 gjëra. Po nxit kurishtin e mbretit dhe po ushqen egon tashmë të fryrë të Hamanin. Ai po mendon se është njeriu më i rëndësishëm në botë. Hamani del nga darka, i bindur se është i preferuar i mbretëreshës, dhe kjo e bën atë jashtëzakonisht të shkujdesur. Egoja e tij fryhet aq shumë sa që kur sheh përsëri Mordekain rrugës duke mos u përkulur, atje e rrësohet logjika plotësisht. Për të kuptuar absurdin e kësaj, le të flasim pak për atë që ai bën atë natë. Trekëmbshi? Po, Hamani urdhëron ndërtimin e një trekëmbshi rreth 23 metra të lartë. Kjo është baras me një ndërtesë 6 apo 7 katëshe, dhe e gjitha kjo për të varur një person të vetëm, thjesht sepse nuk i bëri një përshëndetje në rrugë. Është pothuajse komike se sa e brisht duhet jetë egoja i një përshtetari për të shpenzuar kaq shumë burime thjesht për të bërë një shembull me një vartës. Komike dhe frikshme njëkohësisht. Tregon verbërinë që sjell arroganca e pakontrolluar. Ai ndërton një monument për urrëtitjen e tij, që mund të shihet nga i gjithë qyteti Suzas. Dhe pikërisht atë natë ndodh ajo kthesa e madhe. Mbreti nuk flet dot. Pagjumësia më e famshme në histori. Ai kërkon t'i lexohen kronikat e shtetit. Aty zbulon se Mordekai, i njëjti njeri që Hamani do të vrasë të nesërmen, kishte shpëtuar jetën e mbretit kohë më parë dhe nuk ishte shpërblyer. Atëre, çfarë do të thotë gjithë kjo? Ky sinkronizim ngjarjesh brenda së njëjtës nate vërteton që mekanizmat e asaj providencës së fshehtë po punojnë prapasken. Është si ai momenti kur të gjitha pjesët e një oreje orkestrohen të mbyllen njëkohësisht. Sakt. Ditën tjetër,
Gjatë darkës së dytë, kur Hamani ndihet në majën e botës, dhe mbreti është plotësisht i investuar për të kënaqur Esterin. atëherë ajo hedh bombën. Ajo e zbulon qëllimin e saj, identifikohet me popullin e dënuar me vdekje dhe drejton gishtin nga Hamani. Në atë ambient aq intim, Hamani nuk ka ku të fshihet, nuk mund të mbrohet me burokraci. Sepse gjithçka është bërë thellësisht personale. Mbreti zbulon se ligji i miratuar verbërisht prej tij, tani po tenton të vrasë gruan e tij. Inteligjenca e atij plani tregoi se Esteri nuk sulmoi thjesht një dekret ligjor. Ajo krijoi një rrethan ku mbijetesa e saj ishte e lidhur ngushtë me krenarinë e mbretit. Kur Xerxesi del jashtë i turbuar, Hamani bie i dëshpëruar mbi divanin e Esterit për t'i kërkuar mëshirë. Një lëvizje fatale. Shumë e gabuar, sepse mbreti e keq interpreton si një sulm fizik ndaj saj. Kjo mbyll përfundimisht fatin e tij. Dhe ironia më therrëse e këtij teksti ndodh mu këtu. Mbreti urdhëron që Hamani të varet pikërisht në atë trekëmbshin 23 metra që ai vetë kishte përgatitur. Është si të bjesh fjalë për fjalë në varrin që ke hapur me duart e tua. Dhe kjo ngjarje bëhet themeli për ato që sot njihet si festa e Purimit. Le ta analizojmë pak atë emër. Pur, siç the pak më parë, ishte shorti, zaret e fatit, instrumenti që Hamani përdori për të caktuar gjenocidin. Dhe hebrejt e marrin atë emër. Fakti që ata e quajnë festo me mbijetesës së tyre me emrin e atij shorti është një deklaratë e fuqishme mburjeje ndaj arrogancës apo jo? Është geniale. Ata po marrin simbolin e kaosit dhe po e kthejnë në simbolin e providencës. Dita që ishte caktuar përmes zareve për asgjësimin e tyre u transformua përmes rregullimeve njerëzore dhe ndërhyrjes hyjnore në ditën e çlirimit. Prandaj mbetet kaq vitale. Nuk feston thjesht mbijetesën, por thekson se atëherë kur rastësia duket se është kundër teje, ekziston një rend më i lartë që mund të përmbys çdo trekëmbësh. Më bën të mendoj thellë për ato ngjashmëritë me regjinë një shfaqjeje që përmendëm në fillim. Një shfaqje teatrale mjestrore ku ti nuk e sheh kur regjizorin të dalë në skenë të marrë duart trokitje, por sheh çdo ndryshim ndriçimi, çdo lëvizje tregon se dikush po e drejton të gjithë shfaqjen me përsosmëri, çdo element. Çdo lëvizje aktorëve. Fakti që bukuria e Esterit u vure mes mira vajzave, fakti që Mordekaj dëgjoi rastësisht komplotin, apo fakti që mbreti vuajti nga pagjumësia pikërisht atë natë. A mund të quajmë të gjitha këto thjesht koincidenca? Burimet sugjerojnë fort që jo. Secila prej atyre koincidencave formon një zinxhir të pandërprer. Dhe ky mbetet leksoni më i qëndrueshëm i këtij narracioni. Asnjëherë nuk është çështja nëse dikush ka mjaftueshëm pushtet absolut. Por, a është i gatshëm të veprojë? Pikërisht. Pjesa qendrore është nëse individët që ndodhen në pika nevralgjike janë të gatshëm të rrezikojnë për të mirën e madhe. Esteri mund të kishte heshtur dhe historia do të ishte krejt ndryshe. Është padyshim nga ato histori që sfidon çdo lloj mendimi cinik për pozicionet që kemi. Ne jetojmë në një kohë ku shumë kërkojnë ndikim apo një zë të dëgjueshëm, shpesh vetëm për rehatin e tyre. Për të ndërtuar mure mbrojtëse. Fiks. Por kjo analizë ngre pikpyetje të rënda. Kur përdoret ky ndikim për të mirën e përbashkët, a ka guxim për të folur kur llogaritja e kostove personale sugjeron të fshihesh dhe a ka një besim se çdo mundësi nuk është thjesht një rastësi fatlume? Asnjë rrethanë nuk është e shkëputur nga përgjegjësia që mbart. Pushteti, pa një sens përgjegjësie, rrezikon të bëhet një mjet shtypje si në rastin e Hamanit. Ose një mburoj frike si tundimi fillestar i Esterit. Esakt. Edhe me këtë përfundim ka çdo me thënë, nëse arrim në fund të këtij hullumtimi, lë një refleksion të hapur, të them të drejtën. Nëse ngritjet, pozicionet dhe rastësitë nuk janë kurboshe, por përfaqësojnë një ftesë për të mbajtur përgjegjësi, atëherë cilat mund të jenë ato pallate apo hapësira influence ku njerëzit e zakonshëm gjenden sot pa e kuptuar? Dhe apo i kushtohet vëmendje këtij regjizorit të heshtur në ngjarjet e përditshme, pikërisht në një kohë të tillë si kjo? Është një pyetje mrekullueshme që mbetet aty për t'u peshuar. Ishte vërtet një kënaqësi të thelloheshim në këtë tekst kaq të ngjeshur psikologjikisht. Po, ishte një udhëtim i jashtëzakonshëm i burimeve. Shërben si një kujtesë se historitë e lashta kanë gjithmonë diçka të freskët për të thënë. Faleminderit për këtë shkëmbim mendimesh dhe deri në analizën tonë të radhës.